Përshëndetje dhe mirë se rikthehet në Palimit. Sot do ta nisim me antaren e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Iliriana Kuçana. Iliriana, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Atëherë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë pasur zhvillime të rëndësishme. Spiro Pali ka dorëzuar një rezolut dhe gjithashtu Partia Demokratike ka pasur zgjedhje. Si shikoni? Po, mendoj që kur në politik dhe në parti ka rezoluta, ka propozime, ka vizione si ta bëjmë politikën më të mirë dhe si ta përmirësojmë politikën, mendoj që ky është lajm i mirë. Pak rëndësi ka kush janë emrat që i propozojnë, por e rëndësishme është që në partitë politike të ketë sa më shumë propozime, sa më shumë ide, sa më shumë vizion në mënyrë që të shërbejnë Shqipërisë dhe shqiptarëve. Ndodhemi në një moment ku duhet të themi që shqiptarët janë në shesh. Dhe për kaq kohë sa shqiptarët janë në shesh në 40 gradë, janë duke protestuar, do të thotë që diçka me Shqipërinë time, me Shqipërinë tënde, me Shqipërinë e shqiptarëve nuk shkon. Do të thotë që politika e ka zbehur besueshmërinë. Pra, ka patur shumë probleme që këta njerëz janë në shesh. Bashkë me ta, unë edhe shumë të tjerë që jemi çdo ditë duke protestuar, pra, për një Shqipëri më të mirë. Unë jam si qytetare në protestë për hir të vërtetës, por është një protestë e cila ngjall shpresë. Dhe besoj se kur ka probleme madhore në politik, kur ka probleme madhore në Shqipëri, mendoj që ajo që duhet bërë është pikërisht të fillojmë dhe të reflektojmë brenda forcave tona politike. Çfarë nuk shkon? Çfarë ka thyer besueshmërinë e publikut? A duhet të ndryshojmë metodik? A janë njerëzit e duhur që përfaqësojnë gjitha grupet e interesit? A duhet bëjmë pyetje pse janë ata të cilët nuk dalin të votojnë? Pam zgjedhjet e fundit të Vlorës. Po. Ishte përqindje qesharake. Pra të mendosh që as 20% të mos dalin të votojnë dhe të zgjidhesh për të drejtuar Bashkinë e Vlorës apo cilin do bashki apo cilin do institucion me 20% të votuesve, mendoj që kjo shkëmban alarmi. Dhe unë kam thënë prej kohësh, për kaq kohë sa shqiptarët nuk kanë interes të dalin të votojnë, ne duhet t'u nxjerrim të ngjashmit të tyre. Ne duhet t'i nxjerrim ata që i përfaqësojnë. Dhe mendoj që ka ardhur momenti që politika të reflektojë thellë dhe të bëjë një ndryshim të madh. Po, kjo në emër të Shqipërisë, në emër të Shqipërisë europiane, të asaj Shqipërie ku duhet të themi që kemi 30 e sa vite që themi e duam Shqipërinë si Europa, po fatkeqësisht sot Shqipëria jo vetëm se nuk është si Europa, por ka bërë hapa pas. Ju jeni kthyer një nga kritikët më të fortë të kryetarit të Partisë Demokratike dhe njerëzit më të afërt të tij brenda partisë. Çfarë nuk funksionon më në parti? Tani, edhe kritike, edhe afërt janë dy gjëra të cilat për hir të vërtetës, unë me zotin Berisha kam një raport shumë special. Unë me zotin Berisha kam folur gjithmonë shumë hapur. Ndoshta futem ndër ata njerëz të cilët flas krejt hapur me zotin Berisha. Shumë herë nuk përdor as kortezi. Për shkak të asaj çka ne kemi ndar gjatë udhëtimit ton politik. Nuk është hera e parë që unë mendoj ndryshe. Nuk është hera e parë që ne kemi patur diskutime me zotin Berisha. Mendoj që në atë mbledhje ishte keq menaxhimi i mbledhjes, për shkak se kryetarja nuk arriti dot ta menaxhonte si duhet, për shkak edhe të mungesës së eksperiencës, sepse të mendosh që në gjithë respektin që kam për zonjën e Miri si aktiviste, si aktore, por për hir të vërtetës në parti dhe në politik duhet një rrugtim politik. Pra, duhet një karrierë politike. Dhe zonja e Miri, para se të jetë antare e Këshillit Kombëtar, u bë kryetare e Këshillit Kombëtar. Unë nëse do më kishte pyetur, do t'i kisha thënë që jo. Atë ju them edhe studentëve të mi, ngjitja e shkallëve. Me njëhershme nuk është e mirë, sepse nuk e njeh partinë, nuk e di si funksionon. Unë jam për herë të tretë antare e Këshillit Kombëtar, edhe mendoj që e njoh mirë partinë, po patjetër që ka nga ata që e njohin shumë më mirë se sa unë partinë, se ka 20 vite, kanë 30 vite. Pra, mendoj që duhen ngjitur shkallët një nga një në politikë. Dhe mendoj që për shkak edhe të mungesës së eksperiencës në parti të zonjës së Miri, mendoj që pati edhe atë debat që për hir të vërtetës unë nuk do doja që të ishte mediatik, sepse unë zgjodha të flas brenda forumeve të partisë. Zgjodha të flas brenda Këshillit Kombëtar, aty ku na kanë zgjedhur demokratët. Pra nëse ne nuk e themi fjalën tonë brenda Këshillit Kombëtar, ku do ta themi vallë? Dhe
Në atë moment, zonja Emiri më kishte kthyer përgjigje me një mesazh 24 orë më përpara, ku unë kisha depozituar një rezolut, ashtu siç e thot statuti, dhe më kishte thënë që do të merrja fjalën. Dhe unë u ngrita për të marrë fjalën sipas komunikimit që kishte me zonjën Emiri. Patjetër që kur bëhet fjalë për integritetin e figurës time, unë nuk lejoj askënd që të shkelim mbi integritetin tim, sepse unë kam shumë respekt për figurën time, për Ilirianën, dhe askush nuk mundet që të më pengoj fjalën aq më tepër kur unë respektoj statutin, respektoj ligjin, respektoj të drejtën, atëherë minimalja që patjetër mund mos miratohej ai propozim. Pra, mund të hidhej në votim. Detyrimi i zonjës Emiri ishte për ta hedhur në votim. Pastaj, nëse do ta miratonin apo jo këtë rezolut antarët e Këshillit Kombëtar, kjo mbetej në dorën e antarëve të Këshillit Kombëtar. Zonja Emiri ka një votë të barabartë si unë. Pra, më lejoni t'ja u them, kam shumë respekt për aktivizmin e saj, për profesionalizmin e saj si profesioniste, por në momentin që në karrierë ngjitesh dhe katapultohesh, patjetër që ndodhen këto problematika. Pse vendosët të flisit pikërisht tani, çfarë ka ndryshuar? Unë nëse ka një person që ka folur vazhdimisht në Partinë Demokratike, mendoj që jam unë. Mbase tani është bërë mediatike? Po, ndoshta tani u bë mediatike. Por nëse pyesni në Partinë Demokratike, antarët e Këshillit Kombëtar do t'ju thonë që zonja Koçana flet në çdo mbledhje të Këshillit Kombëtar. Nëse flas mirë, flas keq. Nëse bëj propozime të drejta apo të gabuara, këtë duhet ta gjykojnë antarët e Këshillit Kombëtar dhe demokratët. Por unë në mbledhjet të Këshillit Kombëtar përcjell të gjitha shqetësimet që kanë demokratët. Të gjitha ato të cilat e bëjnë më mirë Partinë Demokratike, të gjitha ato që i shërbejnë Partisë Demokratike. Por besoj që jam nga ata zëra të cilët kam folur çdo herë kur kam menduar që diçka nuk shkon Partinë Demokratike. Se fakti që ne jemi në opozitë kaq vite, diçka nuk shkon në partinë tonë. Dhe ne nuk duhet të kemi frikë nga kritika. Ne duhet të kemi frikë nga ata të cilët na thonë që po shkon gjithçka mirë. Dhe unë jam në atë parti se besoj edhe tek kryetari i saj, patjetër e kam ndjekur prej ditëve të para. Jam ndër njerëzit e parë që kam qenë nga të parët fare të Krogneri, ku ne kemi qenë shumë pak njerëz në foltore. E kam ndjekur Sali Berishën, se kam besuar te Sali Berisha, se besoj te Sali Berisha. Por duhet të themi që kur gjërat nuk shkojnë, patjetër që ne duhet të reagojmë. Dhe nuk jam vetëm unë që zotit Berisha i kanë kërkuar që mos ta kandidojë zotin Flamur Noka. Por janë shumë antarë të Këshillit Kombëtar, shumë antarë kryesie, deputet, njerëz të cilët në mënyrë private ne ja kishim thënë zotit Berisha që Flamur Noka pa i mohuar në asnjë moment aktivizmin e tij. Patjetër ishte ndër ata të cilët i doli në krah në fillim zotit Berisha. Ishte nga ata i cili mori përsipër një përgjegjësi shumë të madhe gjatë foltoreve. Pra unë ja njoh të gjitha meritat që ka zoti Noka. Por detyrën e sekretarit të përgjithshëm zoti Noka në 4 vjeçarin e tij nuk arriti dot të shkëlqente, nuk arriti dot ta menaxhonte. U krijuan shumë konflikte në bazë, u krijuan shumë konflikte në përdeg. Pra zoti Noka mbani mend besoj me një debat që pati zoti Noka me çështje parimesh, kuptohet. Po. Me zotin Admir Sinamati. Admir Sinamati sot i mungon Partisë Demokratike, një intelektual dhe një njëri që i duhet kuksit, që e duan kuksianët, që e duan elektorati, i cili përfaqëson profesionalizëm, integritet. Sot Admir Sinamati nuk është në Partinë Demokratike nga Flamur Noka. Mor Admir Sinamatin se ka shumë njerëz të cilët janë larguar për shkak të Flamur Nokës. Por sekretari i përgjithshëm duhet të ketë patjetër, duhet të ketë sensin për t'i ulë debatet, duhet të ketë sensin për të menaxhuar krizat në parti, duhet të jetë qytetar, duhet të jetë konsensual. Zoti Noka kohët e fundit filloi të bëhej arrogant, prepotent, filloi të dukej vetja si ishte Sali Berisha. Filloi që në zyrën e Flamur Nokës rrinë në radhë, më shumë njerëz rrinë në radhë përpara derës së Flamur Nokës se para derës Sali Berishës. E për mua kjo është e tmerrshme, pra që këtu, ndërkohë kryetar të Partisë Demokratike njerëzit njohin Sali Berishën. Njerëzit e kanë ndjek Sali Berishën pa logo, pa vul, 500.000 demokrati që ndruan krah Sali Berishës. Dhe duhet të themi që kur njerëzit fillojnë t'i pushtoj deliri si zotin Noka, atëherë mendoj që është momenti që edhe pse me kosto
politike apo personale, njeriu duhet dali përtej këtyre personalitetit. Më lejon t'ju them që nëpër kafenet, koleg, antar këshillit kombëtar, deputet, të gjithë të njëjtat fjali që kam thënë unë atë mbledhje i thonë. Pra unë nuk kam thënë asgjë më shumë se ato që thonë antarët e këshillit kombëtar, një pjesë e madhe, mbi 80% të antarëve të këshillit kombëtar, antarë kryesie dhe deputet, unë kam thënë ato që kanë thënë ata. Patjetër që unë guxova të luftoj jo një individ, sepse unë e dija që Flamur Noka do zgjidhej sekretari i përgjithshëm. Dhe kur mora përsipër ta bëja atë betejë, patjetër që unë e dija me kë bëja betejën. E dija që do të ishte për shkak të shtimit të numrave që ka bërë në Këshill Kombëtar, për shkak të atyre që ka pasur mundësi në 4 vite, unë e dija shumë mirë, edhe pse për hir të vërtetës, me vota Flamur Noka ka dalë shumë keq. Pra të mendosh nga 330 e sa antar të Këshillit Kombëtar, bashkë me deputet, me kryetar degësh, të marri vetëm 180 vota janë shumë pak. Ndërkohë ka marrë më shumë vota Marash Logu se sa Flamur Noka. Ka marrë më shumë vota Andi Mustafa se Flamur Noka. Kanë marrë shumë më shumë vota sekretariatet që janë varësi të Flamur Nokës se Flamur Noka. Dhe ai duhet ta lexoj qartë që ajo është vot kundër Flamur Nokës. Pra, edhe 80 votat e Sajmir Korreshit, me gjithë respektin që kam për zotin Korreshi, por edhe ata të cilët ka patur një fleta, keni parë në numërim bojkotim për të votuar për pjesën e Flamur Nokës. Pra kjo është një lloj revolte që është brenda strukturave të Partisë Demokratike. Dhe mendoj që kur ka një revolt ndaj një individi, por jo thjesht një individi, por ky individ tashmë është kthyer në fenomen që do ta diskutojmë besoj edhe më vonë. Atëherë unë guxova përtej propozimeve që ishin për të mirën e Partisë Demokratike, guxova të shkoj dhe të prek themrën e akilit, plagën e cila ka Partia Demokratike, mulizimin. Mulizimi, duhet të themi, që është gangren për Partinë Demokratike. Tashmë kemi të bëjmë me një fenomen i cili çdo ditë i krijon probleme Partisë Demokratike, me një fenomen që ka mbledhur një rreth vetës, mediokritet. Ku është parë që Partia Demokratike të përfaqësohet nga mediokritet, arrogancë, prepotencë, duhet të themi që kemi pas Pjetar Arbnorin, kemi pas Tomordosin, kemi pas figurat ndritura në Partinë Demokratike. Të pakonsumuara. Figurat të cilat kanë shkëlqyer në jetën e tyre politike. Pra, Pjetar Arbnori, Ridvan Bode, mos marr emra të tjerë, nëse për shembull ndjes past Sokololdashi, nëse Sokolodashit do t'i thuhej te varri ku është që Flamur Noka sot drejton Partinë Demokratike, kam idenë që do ngrihej nga aty ku është, sepse është e tmerrshme. Po, guxoj ta them. Pra po flas për njerëz të cilët kanë patur personalitet politik dhe e kanë njohur mulin, e kanë njohur mulin Flamurin, atëherë kur Flamurin këta e mbanin për shërbimet që i duheshin Partisë Demokratike dhe këtyre. Dhe tani sot nga këta emra shkojmë tek Flamur Noka. Pra kjo i bën dëm Partisë. Persona të tjerë nga Flamur Noka dhe me që përmendet të ndjerin, si mund të ishte Partia Demokratike sot në drejtimin e tij? Po, mendoj që unë nuk e kam njohur Sokoldashin, por kam njohur historinë e Sokoldashit. Edhe mendoj që ishte një njeri me personalitet. Ishte një njeri me formim politik. Mendoj që fjalimet e Sokoldashit janë fjalime që mendoj që drithërojnë cilindo kur i dëgjon në parlament. Edhe sot është momenti për të kujtuar një nga fjalimet më të spikatura të Sokoldashit. Kur foli për votën e blerë, mbani mend që është një nga fjalimet i cili Sokoldashi e ka paralajmëruar këtë situatën që jemi sot në blerjen e votës, në mënyrën të bërit politik. Pra do thotë që ka qenë njëri me vizion politik, ka qenë njëri me background të madh. Mendoj që të qenurit një njëri, unë e shikoj në zonën elektorale kur flasin për shembull për Sokoldashin. Shikoj që ai ishte njëri pa përtuar politikisht, ju hap telefonin kujdo. Pra ky është modeli. Dhe nuk ishte ai arroganti siç është. Jo vetëm se nuk ishte arrogant, por më thonë që ai kishte një bon sens dhe kishte një përulësi përpara njerëzve, saqë njerëzit çuditeshin dhe çuditen edhe sot. Pra mora të ndjerin për të kujtuar shumë figurat e tjera, por mora Sokoldashin duke qenë se ka qenë mik, pra po themi Flamur Noka ka qenë afër Sokoldashit. Ka qenë shumë afër Sokoldashit.
Edhe mora pikërisht për të bërë një krahasim dhe jo pa qëllim e mora, por ti thua sot që Flamur Noka sot është ai që vendos gjithçka në Partinë Demokratike, ai që vendos këshilltarët, ai që vendos se kush do jetë këtu, ai që vendos anën ekonomike, ai që vendos anën politike, ai që vendos anën ligjore, më fal. Pronari i Partisë Demokratike është ky? Atëherë, tashmë, kjo nuk është thjesht një individ, po ky është një fenomen. Dhe ne nuk jemi në betejë me Flamur Nokën, asgjë personale me zotin Noka. Thjesht në luftë me fenomenin i cili dëmton Partinë Demokratike. Pas humbjes së zgjedhjeve, kush mban përgjegjësi politike? Pas humbjes së zgjedhjeve të gjithë duhet mbajnë përgjegjësi politike. Duke filluar nga kryetari i Partisë Demokratike, te sekretari, te drejtuesit politik, po edhe te ne që kemi qenë kandidat. Pra të gjithë pa përjashtim duhet mbajmë secili. Pastaj peshën politike varet pastaj nga hierarkia, varet nga përgjegjësia politike, por përgjegjësi për humbjen patjetër që kemi të gjithë pa përjashtim. Pra diçka nuk shkoi mirë. A duhet mbaj Berisha përgjegjësi për rezultatin e 11 majit? Tani, 11 maj duhet të themi që ashtu siç e thotë edhe OSB Odiri, ka qenë një vjedhje e cila unë kam qenë vetë kandidate për deputete, ka qenë një manipulim, kemi pas parti dhe shtet bashk, ku vetë raporti OSB Odirit e thotë që këto nuk janë zgjedhje të lira, këto nuk janë zgjedhje demokratike. Kemi pasur trysni, kanë para krimi, para droge, korrupsioni, banda kriminale, patjetër që zgjedhjet e 11 majit nuk kanë qenë zgjedhje. Dhe prandaj po ndodh kjo që po ndodh në shesh, dhe prandaj është ky reagim qytetar se në 11 maj nuk ka pasur zgjedhje. A ka humbur Berisha aftësinë për t'i bashkuar demokratët? Tani, Berisha është lider historik i Partisë Demokratike dhe demokratët e kanë idhull Sali Berishën e do ta kenë idhull për gjithë jetën figurën e Sali Berishës. Pra duhet të themi që është figura të cilët demokratët e kanë idhull dhe mendoj që për kaq kohë sa Sali Berisha qëndroi në këmbë në një moment kur mori një goditje Partia Demokratike, por edhe zoti Berisha në mënyrë të drejtë për drejtë, mendoj që 500.000 demokrati qëndruan krahas Sali Berishës dhe kjo tregon qartë që Sali Berisha edhe në momentet më të vështira 500.000 demokrat i ka patur rreth tij. Por a mjaftojnë 500.000 demokrat? Jo, nuk mjaftojnë 500.000 demokrat për të ardhur në pushtet. Dhe të gjitha kritika që ne kemi brenda Partisë Demokratike janë pikërisht që këtë 500.000 demokrat për ta çuar në 800.000, në 900.000, në 1 milion shuplaka kundër qeverisë Edi Ramës. Dhe këto janë kritika për të fituar Partia Demokratike dhe nga narkoshtet për ta kthyer në një shtet ligjor. Nuk funksionon shteti sot. Madje unë mendoj që guxoj dhe shkoj përtej kësaj në një qeveri ku tendrat shpërndahen me mesazhe, në një qeveri ku dy zëvendës kryeministra janë njëri i arratisur, tjetri pritet nga momenti në moment të kërkon spaku për arrest, kur në një qeveri kur kryetar bashkish, ministra më shumë se gjysma kabinetit qeveritar dhe 70% e kryetarëve të bashkive janë në dyert të spakut, unë mendoj që kjo është narkoqeveri dhe shqiptarët janë në shesh pikërisht nga kjo. E do vazhdojnë të jenë në shesh deri në rrëzimin e kësaj narkoqeverie. Por ajo çka duhet të ofrojë Partia Demokratike është një model krejt ndryshe. Partia Demokratike duhet të ofrojë një model që të jetë krejt e kundërta e Edi Ramës. Nëse ne akuzojmë Edi Ramën që në rrethin e tij ka njerëz mediokër, ne nuk mund të mbajmë në përfaqësimin e Partisë Demokratike njerëz mediokër. Nëse ne akuzojmë Edi Ramën se ka deputet dhe njerëz të afërt të lidhur me bandat kriminale, me grupet kriminale, Partia Demokratike duhet bëj vettingun për gjithë secilin individ që është në forumet e larta të Partisë Demokratike, në Këshill Kombëtar, antar kryesie deri më tani. Atëherë, kemi bërë një kërkesë me disa firma deputetësh, antar kryesie, antar të Këshillit Kombëtar, ku e kemi depozituar zyrtarisht në Këshill Kombëtar dhe kemi kërkuar deserifikimin e Partisë Demokratike dhe vettingun e zyrtarëve të Partisë Demokratike. Nuk mundet që ne t'ju dalim shqiptarëve me njerëz të cilët e kanë babin pjesë të bandave apo të grupeve të strukturuara kriminale. Nuk mund t'ju dalim shqiptarëve kur kanë burrin, kur kanë vllajin, kur kanë po themi rrethin e ngushtë familjar. Nuk futen përtej familjes burr, motër, vlla apo jo.
po themi vetëm në rrethin e ngushtë familjar. Po ne nuk mundet që këtyre t'ja u prezantojmë shqiptarëve që ne jemi ndryshe. Mendoj që ne duhet ju tregojmë shqiptarëve që jemi krejt e kundërta me Edi Ramën. Dhe mendoj që duhet bërë 1 minutë përpara vetingu i të çdo zyrtari në Partinë Demokratike. Unë deklaroj publikisht se nuk jam e lidhur me asnjë tender, se nuk kam asnjë familjar timin të punësuar në shtet, se nuk jam e lidhur me asnjë interes të Edi Ramës dhe qeverisë Edi Ramës. Dhe çdo opozitar që ka vendosur të bëjë opozit nuk duhet jetë i lidhur me këto. Bandat kriminale, besoj se e keni parë, ndoshta kanë bërë betejën më të madhe në Partinë Demokratike duke i quar vetë në SPAK, duke guxuar të çojë vetë bandat kriminale në SPAK. Nëse ti zgjedh të merresh me opozita nuk është luks për përfitime personale, as për tendera me flamujt të kuq. Besoj se më kuptoni kur them tendera me flamujt të kuq, pagar. Njerëz të cilët na hiqen si qendrëstar të Partisë Demokratike, po babai, vjerri, motra dhe vllai marrin tendera me flamujt të kuq. Më fal, po mua nuk më lidh asgjë me këta njerëz që janë në Partinë Demokratike. Mua nuk më lidh asgjë me njerëz të cilët ushqehen me tendrat e Edi Ramës. Dhe këta që kanë qendrëstar se marrin tendera dhe po vuajnë në opozit, dhe ne që flasim dhe jemi kritik për Partinë Demokratike dhe për përmirësimin e Partisë Demokratike, ne jemi njerëz të cilët nuk e duan Partinë Demokratike, ndërsa këta që marrin tendera këta e duan shumë Partinë Demokratike. A shpjegon kjo faktin që ju jeni opozit prej kaq kohësh? Tani, kjo është një pyetje ku duhet themi që në Partinë Demokratike ka burra dhe gra që meritojnë vërtet respekt. Në Partinë Demokratike ke burra dhe gra të fisëm. Ke njerëz të cilët janë në të vërtet opozitar. Por brenda Partisë Demokratike, patjetër që gojët e liga thonë që ka njerëz të cilët familjarët i kanë punësuar në pozicione afër Edi Ramës. Ku duhet të themi që po, që në Partinë Demokratike thuhet që ka njerëz të cilët janë të lidhura me tendrat e Edi Ramës. Pra, unë nuk mendoj që mund të jesh qendrëstar në opozit, ndërkohë merr tendera me flamujt kuq te Belinda Balluku, te Akshi apo tek ministrat e Edi Ramës. Dhe ja do t'ju sjell një shembull fare të thjeshtë. E dashur, para 4 viteve unë kam pas në garë një vajzë e cila në planin personal është vajzë e shkëlqyer, vajzë shumë e mirë, por në planin politik nuk i thot asgjë politikës. Kam pas në garë Megi Balliun. Dhe Megi Balliu sot është tek Edi Rama, është te takimet e Blendi Gonxhës me Sara Milen, dhe unë që kritikoj sot për të mirën e Partisë Demokratike, kam humbur garën përballë Megi Balliut, pra, në sekretariat. S'kam folur ndonjëherë, nuk e kam pas ndonjëherë unë për çështje personale fare as për pozicione. Mua nuk më bën pozicioni politik kjo që jam. Kjo që jam sot më kanë bërë betejat e mia, më kanë bërë të qenurit pranë elektoratit, më kanë bërë të hapurit telefonit gjatë gjithë kohës elektoratit. Telefoni im është gjithë kohës i hapur. Për të gjithë demokratët në gjithë Shqipërinë, sepse ne kemi zgjedhur që të bëjmë përfaqësuesin e demokratëve. Dhe tashmë jo vetëm përfaqësuesin e demokratëve, po ne duhet përfaqësojmë edhe elektoratin ngri. Ne duhet ju zgjojmë shpresën edhe atyre socialistëve të zhgënjur. Kemi patur nga ana tjetër sekretariate të tjera që sot mora vesh që ishte emëruar drejtoresh të turizmi. Pra, vuajnë, ta qendrëstarët të opozitës po vuajnë shumë. Zgjidhen antar kryesie, shkojnë drejtorat e Edi Rama. M'fal, a duhet heqi dorë Partia Demokratike nga ky model? Pra njerëz, jo pak, po kemi disa sekretarë, pra drejtues sekretariatësh, antar kryesie të cilët sot janë në gjirin e Edi Ramës. Dhe unë këtë fenomen kam luftuar. Pra, unë nuk kam ikur kurrë, as nuk do iki nga Partia Demokratike. Jam aty. Por do bëj betejën brenda Partisë Demokratike për përmirësimin e Partisë Demokratike. Po, do luftoj. Dhe javës që vjen do të depozitoj sërish një material i cili patjetër, po unë nuk i kam lënë kurrë betejat, ata që më njohin, unë nuk i lë kurrë betejat në mes. Do të depozitoj një material në Partinë Demokratike, ku ndoshta do t'i kërkoj mënyrë të drejtë për drejtë kryetarit Partisë Demokratike dhe organeve të Partisë Demokratike që kërkesën e cila është miratuar për të kaluar në rregullore në Komisionin e Etikës dhe ngritjen e një komisioni për të bërë vetting brenda Partisë Demokratike, kjo është betejë ime e radhës tashmë. Çdo njeri që është i lidhur me bandat kriminale,
çdo njeri dhe përfaqësues që ka telefonata dhe mesazhe me bandat kriminale, çdo njeri që ka të lidhur familjarët me bandat kriminale, me grup strukturuar kriminal, çdo njeri që është i lidhur me krimin, me korrupsionin, me tenderat e Belinda Ballukut, Akshit dhe Tedi Ramës, nuk ka se si të përfaqësojë demokratët. Demokrati nuk e mbyll dot muajin. Ta mendosh që demokratët sot me zor marrin ilaçet, me zor mbyllin muajin dhe demokratët të vuajnë e qëndrojnë krah Partisë Demokratike dhe për shkak të disa molla të kalbura në Partinë Demokratike, të kalbin edhe gjitha mollat e tjera që janë të mira në Partinë Demokratike. Ma kupto? Mbështet se pa. Jo, më kupto që unë nuk mundem të pranoj që të jem e barabartë antar e Këshillit Kombëtar apo përfaqësuese lartë politike me dikë që merr tendrat e Belinda Balluku, me dikë që merr tendrat e Akshi, me dikë që përfiton dhe ka familjarët në punë të Edi Rama. Tani unë nuk e kuptoj dot se çfarë opozite bëjnë këta, ku këta kanë gratë drejtoresha. Po më po kanë gratë, po më po kanë burrat, kanë vëllezërit, kanë motra. Unë nuk arrit të kuptoj dot, po janë shumë ata që kanë. Atëherë, dashur, unë nuk dal tek emrat. Unë flas gjithmonë për fenomenin. Edhe mulizimi është fenomen. Aty do të ndalesh. Edhe mulizimi është fenomen. Dhe kur flas për fenomenin, e kam për fenomenin i cili e dëmton Partinë Demokratike dhe nuk e lejon Partinë Demokratike të eci përpara, sepse nëse dikush merr tendrat e Belinda Balluku, nuk ka se si të bëj opozit përballë Belinda Ballukut. Po do bëj fushat për Belinda Ballukun. Atëherë pse Berisha nuk përmend asnjëherë ose të denoncoj, nuk flet kur me emra të biznesmenëve në konferenca për shtyp? Mendoj që Berisha ka përmendur biznesmen, ka përmendur oligark. Besoj që deklaratën e fundit që dha para pak ditësh zoti Berisha guxoi të shkonte në emra të cilët duhet të themi që sot për sot është një nga oligarkët që është i lidhur drejt për drejt me Zvernecin, është i lidhur drejt për drejt me interesat madhore me Edi Ramën. Nuk mendon se mund të bënte edhe më shumë se ka 12 vite në opozit? Atëherë, nëse më pyesni për zotin Berisha, mendoj që nëse ka një politikan, jo në Shqipëri, por edhe më tej, i cili ka guxuar të përmendi bandat kriminale, të luftoj bandat kriminale. Pra zoti Berisha njihet për kurajën e tij. Dhe është politikan i hekurt, është politikan i fortë dhe më lejoni ju them që zoti Berisha njihet nga ata njerëz, nuk del sot kush në Shqipëri që të thotë një nga banditët apo kriminalët, të dalë dhe të thotë që un kam telefonuar apo kam folë në telefon me Sali Berishën. Pra nuk ndodh kjo gjë. Ndërkohë Edi Ramën e marrin edhe nga burgu kriminalët, e marrin bandat kriminale, e marrin edhe i vendosin edhe se kush duhet jetë deputet, edhe kush duhet jetë ministër. Pra, kur vjen puna te çështja te zoti Berisha, ne ndahemi në këtë pikë. Po zoti Berisha, për sa i përket anës së moralit, qoftë personal, qoftë profesional, qoftë politik, mendoj që është një figurë e cila vërtet i përfaqëson demokratët. Por zoti Berisha tashmë në këtë moment duhet të reagojë. Dhe duhet të reagojnë ndaj fenomeneve që po e dëmtojnë Partinë Demokratike. Dhe zoti Berisha vetëm nëpërmjet përgjigjes me akte politike ju shërben këtyre kërkesave të demokratëve. Në qoftë se demokratët i kanë thënë në çdo sallë Sali Berishës që nuk duhet jetë Flamur Noka sekretari i përgjithshëm, mendoj që zoti Berisha duhet dëgjojë demokratët. Po pse e mban zoti Berisha akoma Flamur Nokën? Tani unë mendoj që kjo është pyetje për zotin Berisha, sepse e mban apo pse e ka propozuar, sepse statuti ja jep të drejtën për të propozuar antarët e kryesisë, sekretariatet zotit Berisha, dhe besoj që do të ishte në të mirën e PD-s që zoti Berisha të gjende një figurë tjetër. Nuk them ta largoj Flamur Nokën. Në mos Flamur Nokën, kush mund të ishte ajo figurë tjetër? Ta moralizoti. I përndjekur demokrat, e njohin dhe e duan demokratët, figurë përfaqësuese dinjitoze. Luciano Boçi, figurë e cila ka treguar jo vetëm qytetari, po ka treguar që është politikan i mirëfillt. E la jashtë liste zoti Basha Thyu Hersin, e mbani mend. Pra këta janë njerëz që kanë treguar me akte të forta politike, e çoi në Shkodër, drejtues politik. Shkoi dhe qëndroi përballë bajrave atje, qëndroi përballë sfidave të mëdha në Shkodër. Pra, këto janë modele politikanësh të cilët kanë treguar edhe koherencë, po kanë treguar edhe rezistencë, po kanë treguar edhe pjekuri politike, por dhe maturi, po mbi të gjitha janë njerëz të cilët ju siguroj që nuk do nxisnin konflikte, përkundrazi, do t'i sheshonin konfliktet të cilat mund të jenë në Partinë Demokratike. Dhe kur kam kërkuar
personalisht i kam kërkuar në vetë të parë, unë kam folë vetë me zotin Berisha, nuk i kam kërkuar të largoj Flamur Nokën, sepse unë nuk jam askushi për t'i treguar askujt se kush duhet rritë dhe kush duhet ikin Partinë Demokratike. Por për të përcjell zërin e mira demokratëve të cilët thonë, Flamur Noka nuk duhet jetë sekretari i përgjithshëm. Kemi humbë disa zgjedhje, nuk kam bajt asnjë lloj përgjegjësie. Është njeriu kryesor në menaxhimin apo jo? Po. Nuk kam bajt asnjë lloj përgjegjësie. Vetë zoti Noka do duhej që mos garonte, po duhet të ndiqte shembullin e Palokës. Do të thotë, po, i hap rrugë ripërtëritjes. Dhe nëse flasim për ripërtëritje, duhet jetë ripërtëritje. Tani nëse këta e pandejnë veten, një është Sali Berisha aty. Nëse këta e pandejnë veten gjithë të pazëvendësueshëm, atëherë ky është problem për Partinë Demokratike dhe për ata që kanë këtë lloj mendësie. Pas deklaratës që ke dhënë për Flamur Nokën, ke pasur komunikim me të? Me kë? Me zotin Noka? Po. Po më fal, po çfarë më flasur me zotin Noka? S'të ka thënë asgjë pas deklaratës që ti ke thënë? Më fal. E para njëherë zoti Noka nuk më thot dot gjë. Të po ta siguroj. Maksimumi që mund të bëj zoti Noka mund të fusi ca komentues për të komentuar, po un jam pedagoge komunikimi, nuk bi prej këtyre provokimeve. Un edhe komentuesit i ka shumë numër të vogël që nuk po ja bëjnë dot, edhe shkrimet që mundohet të bëj, po themi kundër meje, nuk ja shpërndan asnjë portal, asnjë media, pra zoti Noka e shikon që nuk është betejë me Ilorianën, kjo është betejë me parimin dhe unë nuk e kam me zotin Noka. Zoti Noka merret me këto lojrat edhe intrigat e vogla brenda partisë, e ka talent këtë pjesë, e ka pas gjithmonë talent intrigat brenda partisë, me konjunkturat, po zoti Noka nuk shkon dot, un kam dalë për te emrit, pra unë nuk kam fol thjesht për zotin Noka, kam fol për vizion, kam fol se si bëhet fituese Partia Demokratike, kam treguar se çfarë platforme dhe si duhet afrohemi me sheshin. Pra unë e ftoj zotin Noka të vi dhe dalin protest krah për krah me mua. Ja po e ftoj publikisht. E ftoj zotin Noka të vi në protest me mua dhe cili do të jetë qëndrimi për zotin Noka dhe cili do të jetë qëndrimi për mua mes protestuesve. Unë jam çdo ditë në protest. Dhe mendoj që politikanë të cilët nuk i pranon më sheshi janë politikanë të cilët kanë probleme dhe duhet ta kuptojnë këtë gjë. Pra kjo është pikpyetja e madhe. Ndërkohë zoti Berisha kishte mundësinë për të bërë sekretar të përgjithshëm në pikën më kyçe në Partinë Demokratike, një person i cili nuk ka ngarkesa nga 4 vjeçari i shkuar, një person i cili sheshon sherrët, një person i cili jemi përpara zgjedhjeve, duhet të gjej të gjitha format për t'i bashkuar dhe për t'i ulur të gjithë aktorët, edhe ata që mendojnë ndryshe. A duam fitojmë zgjedhjet? Po. Duhet bashkohemi gjithë bashk. S'ka. Ndërsa, për sa i përket mulizimit, unë luftoj fenomenin, nuk merrem me Flamurin. Flamurin në planin personal dalë respektoj, pi kafe me të kur të doj, po në planin personal patjetër, kur të doj. Në planin politik unë jam ndarë me Flamur Nokën. Tani kam dhe një pyetje fundit për ju. A jeni ende në Partinë Demokratike nga bindja, apo nga shpresa se ajo mund të ndryshoj? Unë jam Partinë Demokratike nga shpresa që presin shqiptarët. Unë jam në Partinë Demokratike se besoj se Partia Demokratike mund bëhet më e mirë. Unë jam Partinë Demokratike se mendoj se të duhet të jetë alternativa qeverisëse. Unë jam në Partinë Demokratike dhe po bëj një betejë me kosto të cilat besoj se i kuptoni vetë. Pra, ju i keni parë. Pra, unë kur kam marrë përsipër për të bërë një betejë, dhe nuk është betejë e parë. Unë kam patur shumë raste që kam kundërshtuar gjëra të cilat që nga primarët, që nga disa rregullore dhe disa gjëra që kanë bërë brenda Këshillit Kombëtar, të cilat më vonë treguan që primarët nuk bën gjë tjetër veç se përçarën Partinë Demokratike. Ne i kemi thënë atëherë zotit Berisha, nëse duan primare, hajde, pa lista të zgjedhura, kutin mes sheshit të votoj kush të doj. Ky është politikani. Politikani nuk ka frikë nga vota. Politikani nuk ka frikë as nga komentet, as nga shkrimet negative, as nga kritikat. Dhe unë e ftoj zotin Noka të ngritë në nivelin e një politikani, të ngritë në nivelin e duhur aty ku duhet, mos merret, më thash si gratë që pinë kafe turke. Më fal, me gjithë respektin që kam për gratë. Po them të niveli politik, flasim për politikë bërje. Pra, mos të merret më tha dhe i thash, po ta ngri nivelin politik që Partinë Demokratike të kthej përgjigjen e pyetjes, ta bëj edhe bindje edhe shpresë për shqiptarët, që shqiptarët jenë të bindur që Partia Demokratike fiton. Është një parti demokratike më e mirë, është një parti demokratike e cila nuk ka kosto.
Pra më lejoni t'ju them që Partia Demokratike ka bërë zgjedhje në sekretariate figura shumë të mira. Po, në nivelin e sekretariateve ka figura të jashtëzakonshme në Partinë Demokratike. Pra unë nuk jam kritikuese për gjithçka, unë jam kritikuese për thelbin. Por çfarë mund të bëjnë këta sekretariatet ku shefi i tyre është Muli? Po, shefi i tyre është Muli. Ku më lejoni t'ja u them që në nivelin intelektual, në nivelin profesional, do shta janë shumë më lartë se sa Muli. Tani unë e kam në këtë prizëm, e kam si Partia Demokratike të bëhet më e mirë. Partia Demokratike ka mundësinë, ka djemë dhe vajza të shkëlqyer. Partia Demokratike është parti e mendimit të lirë, është parti e cila nuk duhet këtë frikë nga kritika, është parti e cila duhet jetë ashtu siç e krijuam. Më lejo të them pse dhe si kthehet Partia Demokratike në atë çka ju thatë. Rithemelimi. Pra, ne kaluam një fazë shumë të vështirë dhe nëse Partia Demokratike nuk rikthehet tek rithemelimi, tek njerëzit e rithemelimit, tek vlerat për të cilat filloi rithemelimi, mendoj që Partia Demokratike ka një problem shumë të madh. Më thoni pak, sa prej njerëzve të rithemelimit, nga ata të parë që kemi qenë te Rogneri po flas. Jo këta që erdhën rrugës. Se gjatë rrugës erdhi edhe Gazbardhi, edhe Gjekmarka, që u katapultuan u bënën kryetar. Po flas nga ata qendrëstarët e parë. Nga qendrëstarët e parë të rithemelimit, në kupolën të lartë drejtuesit të Partisë Demokratike ke vetëm Flamur Nokën dhe Sali Berishën. Luciano Voçi nuk është. Figurat e tjera të cilët ishin në rithemelim që prej fillimit nuk janë. Pra, çfarë ndodhi me rithemelimin? Pse u larguan gjithë njerëzit e rithemelimit? Pse u zëvendësuan gjatë rrugës me njerëz herë anonim politik? Nuk flas në planin personal. Po. Karriera politike duhet të ketë një rrugtim. Dhe ti nuk mund të marrësh njerëz nga rruga dhe thuash po hap partinë dhe ti marrësh dhe ti çosh në pozicione më të larta. Duhet të kenë një rrugtim politik, duhet të kenë treguar sfida, duhet të kenë treguar betejë, duhet të kenë treguar mbi të gjitha që kanë besueshmërinë tek institucionet. Pra, jo herën e parë që nuk i bën deputet iki në krahët e Edi Ramës. Ju thash, ke disa anëtar të kryesisë të cilët sot janë në krahët e Edi Ramës. Drejtora, drejtoresha, janë të luhatur, domethënë. Jo vetëm se nuk është çështja, në politik ka vendimarrje. Në politik ka koherencë politike. Dhe kur flasim për politikën, politika duhet ta shohim në nivel makro. Pra duhet ta shohim si interesin publik, duhet ta shohim si përgjegjësi, dhe që të merresh me politikë kërkon mbi të gjitha qëndrueshmëri. Jo herën e parë që nuk u bën. Pra, unë po ju them, a kam pasur kritikat e mia për listën e mbyllur? Patjetër kam pasur dhe kam shprehur edhe në ato kohë. A kam pasur kritika për rinumrimin? Patjetër kam çuar një turp i madh. Kasi e mbyllur rinumrimin e Durrësit. Pra kam pas, nuk është hera e parë që un kam kritika. Por nuk kam ikur nga Partia Demokratike. Nuk kam shkuar në krahët e Edi Ramës. Kështu që të luftojmë brenda Partisë Demokratike për ta bërë Partinë Demokratike më të mirë, se cili do që është politik për një kock, cili do që është në politik, më lejoni t'ja u them, për një rrogë, unë i sugjeroj që mund të bëjnë shumë më shumë lek në një biznes. Mos të harxojnë paratë e shqiptarëve dhe t'i lënë mira demokratë dhe shqiptarë që besojnë tek ta dhe e kanë mandatin jo për shkak të votave të tyre, po për shkak të listës së mbyllur. Pra Partia Demokratike ka bërë disa gabime. Ka bërë gabime që rithemelimi u la jashtë, ka bërë Edith Harxhi. A duhet ishte deputete në parlament? Patjetër që duhet ishte ndër të parët e rithemelimit. Kemi emra të tjerë pafund të cilët i kam parë në rithemelim. Avenir Peka, një figurë e cila kur del mediatikisht e nderon Partinë Demokratike. Qoftë në planin ndërkombëtar, për nivelin dhe kapacitetin që ka, por qoftë në planin kombëtar, të dalit dikush sot dhe të thotë që po, pse nuk duhet ishte Avenir Peka në një pozicion drejtues në Partinë Demokratike, ku duhet të themi që Partia Demokratike ka nevojë për avenir, një avenir për Partinë Demokratike, sa ai është zotrin punë të veta, po si aveniri ke plot emra të tjerë të cilët duhet ishin përfaqësues në nivele, por më lejoni të marr emra të cilët më kujtuan emrat e parë që kam parë tek rithemelimi. Zoti Hoxha ka qenë pjesë shumë aktive, ka qenë ndër të parët e rithemelimit. Madje Zoti Hoxha ka patur edhe ka qenë shumë afër Zotit në kuptimin në bërin e punëve të Zotit Noka gjatë foltoreve. Pra, emra të tjerë pafund të cilët gjatë rrugës jo vetëm se nuk u vlerësuan, sepse fibra e vërtetë e Partisë Demokratike është rithemelimi. Jo vetëm se nuk u vlerësuan,
por u zëvendësuan me njerëz anonim politik. Sollëm Agron Gjekmarkaj dhe Gazmend Bardhin ex officio. Mirë, në fillim isha dakord dhe unë që të vinin për Bashkimin e Partisë Demokratike. Po përjetësisht do jenë ex officio këta nënkryetar, se unë dua ta kuptoj logjikën tani. A duhet jenë përjetësisht ex officio për që nënkryetar partie këta? Pse duhet jenë? Duhet jenë sepse në 8 janar, unë nuk e harroj 8 janarin. Se në 8 janar demokratët ishin duke vdek nga gazi dhe kishin këta përballë. Duhet jenë këta nënkryetar të përjetshëm për deklaratat e Partisë Demokratike. Mbani mend çfarë deklaratash kanë bërë? Për cilën arsye? Duhet jenë se kanë bërë vota dhe kanë vota në elektorat. Shkoj ta provoj veten Agron Gjekmarkaj në qarkun e Lezhës. Po, të dalin listë hapur, se unë sinqerisht nuk i kuptoj këta. A ka burra ky vend edhe politika? A ka burra se një burr, për shembull, Bujar Leskaj, shprehur në mbledhje këshillit kombëtar dhe ka thënë, të gjithë drejtuesit politik të dalim listë hapur. Po du të jesh burr, pastaj të bësh burr shteti. S'bosh do të burr shteti e politikan e drejtosh politikët e të tjerët kur ti vetë s'ke burrnin rreth parë. Dhe ky është problem shumë i madh. Pra, Bujar Leskaj, duke qenë vetë drejtues politik, në mbledhje këshillit kombëtar ka thënë të gjithë drejtuesit politik të dalim listë hapur. Flamur Noka të dilten listë hapur. Pra, a janë njerëz ta të cilët kanë patur poste, kanë patur benefite në Partinë Demokratike, Edhe eksperiencë. Po kanë vite në Partinë Demokratike. Dhe nëse këta nuk janë të sigurt që fitojnë mandatin, ky është problemi i tyre. Pastaj, ne që flasim dhe duam Partinë Demokratike më të mirë, ne jemi problematik. Ndërsa këta që marrin tendera me flamujt kuq, edhe këta që kanë familjarët në punë me Edi Ramën, këta janë qendrëstar. Vuajnë shumë, qëndrojnë shumë duke marrë tendera. Ata e dinë se si po qëndrojnë duke marrë tendera. Ata e dinë si po qëndrojnë duke u paguar me rroga të majme në pozicionet më kyçe të Edi Rama. Ata e dinë, drejtoresha, gratë, burrat, motrat, vëllezërit, ata e dinë. Ndërsa zonja Kuçana, që nuk ka askënd të punësuar në shtet, që zonja Kuçana i sfidoi publikisht të më gjejë një tender, një lidhje me krimin, me korrupsionin, me bandat, ma gjej një lidhje dhe unë nesër tërhiqem nga jeta politike dhe publike. Pra, politika duhet ndërtuar mbi moral. Dhe ka ardhur momenti që në politik të ketë një moral. Dhe ju bëj me dije që javën që vjen do të ketë zhvillime të tjera. Unë jam duke hartuar sërish një material për t'i kërkuar zotit Berisha vetingun brenda Partisë Demokratike. Nëse Partia Demokratike duhet të qeverisi dhe do duhet të qeverisi për të qenë alternativë shprese për shqiptarët, në radhë të parë duhet të bëhet model brenda shtëpisë vet. Dhe kur të bëhemi model brenda shtëpisë tonë, ku të tjerët të mos na tregojnë me gisht siç na i tregojnë nëpër studio televizive. A e di se çfarë kompleksi kemi në studio televizive kur shkojmë, jo për veten tonë personalisht, po se na e bëjnë me gisht për njerëzit të cilët janë të lidhur. Për antarët. Për njerëz, për zyrtarët Partisë Demokratike, të cilët kanë kunatin, të cilët kanë motrën, kanë vllajin, të cilët për antarët të cilët janë të devotshëm në komente Facebook. Po, sepse flamuri këta ka gjetur. Ata marrin tendera me flamujt kuq dhe janë të devotshëm për të bërë kritika dhe komente nëpër Facebook-ra. Po i them flamurit edhe shokëve të flamurit, se flamuri nuk ka shok. Se flamuri gjithë jetës vet në planin personal shokëve ja u ka fut parve. Po. Shokun më të mirë ka pas Sokolov Dashin. Flamuri ka talent. Gjën e parë që bën ja u fut shokëve. Dhe një njeri që nuk ka besueshmëri për të qenë i qëndrueshëm me shokët, nuk ka besueshmëri për të qenë i qëndrueshëm as me elektoratin, as me pjesën tjetër. Po, mendoj që zoti Berisha duhet reflektoj sa është në kohë. Të shpresojmë. Jo, duhet reflektoj për të mirën e demokratëve, për të mirën e Partisë Demokratike, sepse kur flasim për ripërtëritja duhet të jetë edhe në kupolën e lartë drejtuese. Janë ripërtërirë Këshilli Kombëtar, po. Është ripërtërirë kryesia, po. Është ripërtërirë sekretariatet, po kupola drejtuese. Në qoftë se ripërtëritja pas ka qenë vetëm për të larguar Luciano Boçin, unë nuk e di, se po të njëjtët janë. Të njëjtët emra në kupolën drejtuese, po ta shikosh emrat e kupolës drejtuese janë po të njëjtët emra. Tani nëse kjo është ripërtëritja, atëherë nëse na pas kam plakur partinë Luciano Boçi, atëherë Luciano Boçit i them sot nga këtu që po tashmë jemi të ripërtërirë, tash jemi të gjithë të ripërtërirë në kupolën e lartë të Partisë Demokratike. Po kjo është çesharake fare tani. Tash o duhet bëhemi serioz me demokratë me shqiptarëve, ose e vërteta është e hidhur, është e dhimbshme. Patjetër nuk ka qenë fort e thjeshtë, Nuk ka qenë fort e thjeshtë që unë si bashkëpunëtore
e Sali Berishës. Të jesh një zë kritik. Po patjetër, sepse unë zotin Berisha ju e dini. Po. Unë zotin Berisha e kam ndjekur prej hapave të parë. Nuk i kam ikur zotit Berisha askur s'm ka bërë deputete. Nuk i kam ikur zotit Berisha askur kam humbë sekretariat. Nuk i kam ikë zotit Berisha askur humban kryesi. Pse? Unë jam Partinë Demokratike, jam aty. Nuk jam për pozicion, unë për karrikime personale. Unë kam hyrë në politikë realizuar në planin personal. Pra unë nuk kam hyrë për të marrë një rrogë në politikë. Kam hyrë për mision dhe për një vizion shumë më të gjerë se sa mendojnë ata. Ata të cilët më gjykojnë mua janë njerëz të cilët mendojnë vetëm për një rrogë. Janë njerëz të cilët në politikën e kanë si lopë për ta mielur, ndërsa unë nuk kam asnjë lloj nevoje në planin personal. As ekonomik, as në planin e formimit. Unë jam njëri që vi nga bota akademike, jam njëri që vi nga shoqëria civile, kam shkuar për t'i dhënë, më lejoni t'ja u them këtu, nuk kam marrë kurrë asgjë nga Partia Demokratike. Asgjë nuk kam marrë nga Partia Demokratike, vetëm i kam dhënë Partisë Demokratike. Dhe unë që kritikoj për të mirën e Partisë Demokratike, unë dale keqja këtu. Këta që marrin tendera me flamujt kuq dhe këta që kanë familjarët të punësuar dhe familjarët nëpër grupet strukturuara kriminale, këta nuk janë të këqij. Sonja Kuçana, të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Do doja të rrinim dhe më gjatë, por për shkak të kohës nuk mund ta zhvillojmë më tej dhe shpresoj të vish sërish. Je mirëpritur gjithmonë. Faleminderit shumë. Unë ndjeva shumë mirë në bisedën me ju dhe sa mirë që ka të rinj e të reja si ju, të cilët vërtet mua më përcollët gjithë pozitivitetin, gjithë profesionalizmin dhe unë ndjeva sikur isha në një bisedë miqësore, në një nga kafet me miqtë e mi apo më një nga tafërmët e mi. Të falenderoj shumë për gjithë të energji pozitive. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.